E kemi ndjekur bashkë të dashur shikues këtë video projekt nga Albana, si që ju paralemrova, atë tashma e kemi në studio. Albana, mirë se edhe në Ekspres. Mirë se që edhe faleminderit shumë për ftesën. Është gjithmonë kënaqësi kur të kemi në studio, po që na ke mungu për një kohë gjatë fizikisht. Ndohet ka mungu veç ty. Interesu dhe gjithmonë je që më përkra, edhe të falenderoj shumë, se ke ka shumë rëndësi edhe ka shumë pesh marketingu. Kështu që për mua është më rëndësi që i kam shoqërinë e njëjtë, po vinë studio si në shpe. Kjo gjë ka shumë rëndësi. Ky është edhe qëllimi i emisionit tonë, Albana. Po kësaj radhe vendosem ju kthy publikut me Rose Tattoo. Po e them jo më ju kthy se ka kalu një kohë gjatë, po që është projekti me të cilin po vjen tani po prezantohesh. Rose Tattoo një këngë mjaft e veçantë, edhe duket se ka edhe një mesazh fuqizues, ta themi kështu brenda vetes. Më trego pak si u prit kënga deri në këtë pikë dhe si po ndihesh tani që është lansu projekti. Me thonë drejt, është Rose Tattoo është pjesë e projektit Dancing Moon, dhe thëtë ka qenë e parapame me qenë album, me 12 këngë, po për arsye disa vonesave që ka ndodhë dhe thëtë 5 këngë janë veç të realizume, janë të kryme, kështu që ato 5 këngë jem të munoftë mi sjellë si single, që me pas material derisa ti pregaditi gjonat e tjera, po mendoj me sjellë si EP, masi është bo shumë për publikon. Po, do thëtë, Rose Tattoo e ka prit publiku mirë edhe që ka më bënë mu një ma mirë. Me thonë drejt, është lodhe shumë, po kur po mirë është vetë me detaje, me spote, me cila s'kem për të pëlqen ty mas shumë të ose diqka, është lodhe, po është edhe knatësi kur e din që e ke përfundu. Po më trego pse vendosë kështu me u fokusu 100% në gjithdo detaj të projektit, sepse ne e dim që përveç që performan, je edhe tekst shkruese e këngëve tua, pra ose i shkruan vetë, ose i bashkëshkruan me dikë pej bashkëpunëtorëve tu, e në anën tjetër tash më ke fillu të mirësh edhe me anën vizuale, se si estetikën ta themin kështu të dukjes. Arti s'ka të nalën. Me arti mund është dhe thëtë nuk dhe me thonë që veç dhe me shkru, ose veç arti është bukuri për mu. Dhe thëtë unë gjithmonë kam qenë që kam vizatu diçka me fillu me shkollë fillore, i kam fletorit, i kam kejt gjona që dhe thëtë gjithmonë kam vizatu femra, ose synin, ose vetlën, ose diçka. Ta shumë ka quni rrugë që po kam qef pak më marrë me estetik, që veç edhe kom hapë. Një vend, dhe thëtë një studio që quhet l'estetika njëjtë. Shpresoj që njerëz dhe nuk për ngatrojnë dhe thëtë me muzikë, se po mendojnë që është pjesë e spotit, po nuk ka të bëj kur gjë me ta. Muzika në gjithmonë do ta sjellë si që kom sjellë deri sot. Shpresoj që me kënaqësi edhe me mund që kom pas deri sot. Edhe normale që pres për publikut, sikur shumë ka prit, edhe normal me du të hapë një presë si në studio, si me muzikë live, apo me spote, apo me... Po ndoshta për ata që nuk e din, ti ke goxha disa vjetë që u patë zhvendos në Gjermani për tjetuar, me gjitha të ke qenë aktive në muzikë, sepse nuk e lënë me kalu më shumë se 1 muaj, 2 muaj për të sjellë një këngë dhe shpesh edhe të vizualizuara, po që për ti informuar, tash më je kthy për me jetu në Kosovë, edhe ke ha biznisin, apo jo? Po që tash jem kthy, dhe thëtë pritetorit faktikisht, jam kthy në Kosovë, nuk ka qenë e planifikume me najtë, ta është masi veç jam këto, nuk muj me najtë, diqka du të me bo, ose muzikë, ose një spot, ose diqka, se dhe Rose Tattoo është realizu dhe thëtë në Kosovë. Kam qef me bo diqka në sferën tem, normal pa ma prek pak ato minutat e muzikës, kam nevoj me shku me performu. Pak më kanë zonë gosht, se e kom hapë biznesin, edhe dhe të më kanë zonë gosht në to, po prapë se prapë kom e qenë prezente me projekte si gjithmonë, dhe të gjithdo 2-3 muj, e kom sjell një projekt ri, zakonisht një mundu edhe mënyrë vizuale, që me pas edhe që ka me tregu pak ma shumë, atë storien që e kom shkru në branda, kom me ndoft që ja vlen edhe une me qenë prezente edhe me prek sa do pak në pjesën e spotit, që me lansu apo me japë mesazhin që e kom dashur me thonë në tekst. Po nuk është që kam qef mi bukri gjanat. Nga njerë nevoja. Nevoja e bënd vetën, që me edhe gnatësia dhe dashnia për muzikën që me sjell, ose me pranu publiku pak ma letë, që ajo është ta forma se nuk është që
nuk ma mërme që njeri ka knaqësi gjithë sa në bo vetë sa e shlodhe. Pa tjetër. Po besoj se do të vazhdosh me qenë shumë aktive edhe në muzika, një pse tash më e ke dhënë vetit edhe një obligim që është goxha i madh, si që është puna, e the, prap lidhet me të bukurën, me artin, po që është me gjitha të përgjithësi shumë e madhe. Është përgjithësi e madhe, po është diçka e bukur, është diçka femnore, dhe kështu që për mu nuk është gjithmonë kërkum pas spota, grimen, apo veshin, apo qa do të qoftë jem kujdes vetë. Ta është ajo është një detaj që veç do shumë me konë shumë precize, edhe do shumë me konë e qetë, ka dalë vinë gjanat, nuk po presu në me njëherë më po diçka bon, njëjtë është me muzikë, gjithmonë e kom pas diçka pak, më stëm pak ma ndrysha, se nuk po du mu vequ për i tjerve, po do thëtë stili muzikës të na nuk servohet qatë shumë soul blues, kështu që derisot e kom majtë, edhe ma mërmej që e majtë se e du muzikën, ta është e presën për publikët sa unë më në gjallë. Tjetër, të aktivizohen publiku, ta përkrajnë Albana. Albana, po du me që e përmende mesajën e Rose Tattoo. A në tregon pak cili është mesajë kryesor që ti ndoshta mendon që ke dashtë kështu më shumë ti që me bartë të fansat e tu? Pa e thëtë shumë mirë në tekst ajo. është teksti që të thëtë e thëmë Rose Tattoo, don't you worry is not tabu. Mos mendoj që është tabu, se gjithdo temë të na dhe thëtë shujse është marë. Kështu që që e ka qenë ashta pak mi thyja atu barierat, se jo për nëjë arsye tjetër, dhe thot tekstive që e ka lëzën, nuk është që diçka është i mbulum ose diçka, po që e ka qenë paka shumë, edhe pse Rose Tattoo është, Rose Tattoo e kam një tattoo ma zveshët që është Rose, po e kom njërë me nën kuptu, dhe thot që me pas ma shumë kuptime, kështu që publiku e gjenë vetën vetë. Po tattooja ka ardhë pas këngës apo para? Jo para këngës. Pra lidhet me gjitha të, lidhet me karakterin tëndë. Po më pëlqen shumë kjo shpjegim, po hajtë ti përmendim pak edhe bashkëpunëtorët, me kë ke bashkëpunuar kësaj radhe në realizimin e gjithë këti projekte? Për muzikë, faktikisht Rose Tattoo ka fillu me një Amerikan, G. Illish, që kena bo collaboration, dhe thëtë bashkëpunim në këngë me royalties, me drejta autoriale, dhe ma ndej nuk e kom lansu atë verzion, edhe pse ka qenë shumë i mirë, po nuk e kom lansu se dëshira jem ka qenë me band. Kështu që e kom lansu me band, e kom pregadit, e kom bo me band live, dhe e kom lansu verzionin tam. Producenti e Zhjillish, Gabriel e ko emrin, ma ndej kom punu, dhe thëtë me band live, kom punu me Petar, që është prej Kölnit, në fakt jeton Köln, se është prej Kölnit, Petar Avramovic, ma ndej Hajden Qisholm, që është saksafonist dhe ka qenë pjesë e albumit tam dytë. Kështu që dhe bendi kanë qenë dhe thët live disa persone që nështë edhe nuk i kom gjoft me emra, po kanë qenë pjesë e bendi që është organizu prej producentit. Vetjon që kom lansu dhe thëtë është kamerman ka qenë Mirandi, dërsa për editimin edhe këto post-production e këto gjana që janë, jem kujdes vetë. Bravo, shumë bukur ka dalë edhe përshtatej shumë me stilin tëndë, me atë që e thoje në tekst. Në rastin tjetër, ti e përmende që kënga Rose Tattoo, si kurse edhe 4 këngë para kësaj që tashmë i ke publikuar së fundme, ke planifikuar me i sjellë në album, do shta të bëhen në EP, apo jo, në qëfar fazet të punës jenë në këta aspekt, edhe a kanë mundësi pasaj dëgjuesit me i gjetë në platforma muzikore? Po gjithmonë, për shembull në Spotify, Apple Music, këto platformat janë këngë të regjistrume, mujnë me ndëgju dhe thotë edhe atje. Për atë arsye, shpesh e rekomendohesh me pas edhe mënyrë vizuale, për arsye se Spotify edhe disa platforma kanë problem në Kosovë. Kështu që kom mundu me bo dhe mënyrë vizuale që të thëtë pak të në YouTube me gjetë këngën, se dikush që është pak më në mosh nështë, nuk din edhe mu qasë në Spotify apo këto platformat e tjera. Po jo gjdo herë mund është me sjellë gjdo këngë me spot. Edhe ashtu nuk ka kuptim. Nuk është që nuk ka kuptim, po thjesht nëse është një album, atëherë nuk më shmi bukrit dhe të këngët me spot. Që a kom zgjedhë për i 5 këngëve, për atë arsye kom dosh mi lansu si single, që me mëri me sjellë se cilën më spot, që mës me lonë si në arhiv, që dhe thët me thonë, që kjesh kënga që se pas kom dëgjuas një herë, po veç po egzistoj ka dikon, kom mundu deri sot mi sjellë që me pas pak ma shumë material, që edhe njerëz me pas, kur t'hynë dhe thët në YouTube apo Spotify, me pas pak ma shumë material që ka me ndëgju. Kjetër, s'po di që a me thonë.
Po, unë gjithmonë, Alban, kur jem puna me të prezentu ty, unë gjithmonë e them një artiste e veçantë për shkak të llojit të zhanreve të muzikës që ti kryesisht i inkorporon në krijimet e tua, që janë zhanret soul, R&B, funk, jazz, mund të jetë blues e përmende pak më herët, pra ndryshe nga muzika pop që dominon në tregun ton muzikor. Kam përshtypjen që pikërisht për këtë veçantë ti pëlqesh edhe nga publiku jot apo jo? Pëlqem nga publiku jam, për atë arsye është edhe janë persona që kanë zgjedhur në zhandrin e caktuar, gjithmonë do thotë lyp publik për me pas për me mujt me funksionu, po prap se prap e kom pas atë ngrohtësinë e ty, nësa do pak që ka qenë për mu është mjaftueshëm. Tashti na po flasim pak për sallat që i mushin me muzikë komerciale. Ashtu nuk shkon në zhandrin, të është edhe jazz me pas dhe thëtë, nuk mund është me mush sallën si kur me një. Nuk është une që nuk kam edhe pjesën e popit në muzikën tem, se gjithmonë është diçka që lidhet me, nuk jam veç blues, nuk jam e Afrikës, unë pëlqen në rryma, unë pëlqen elementet që i kanë, unë pëlqen dhe thët, edhe gjithmonë mundona mënyrë balkanike, dhe thët elementet të tona balkanike, dhe thët e kanga mere, i kom marrë dhe thët vokale që kanë qenë prej kangës, jo veç vokalet, në fakt kanga ka qenë del më i del të dalë të rënja, ma ndim bazë sajna e kom bo dhe tekstin, edhe e kom bo muzikën, edhe kom pas shef diçka prej jukët me pas, unë pëlqen ajo frymë shumë. Tash, së fundme do t'jem në balon e Nistenishet, me një kongë dhe thëtë nga Afrodita, edhe shumë shpejt do t'asil edhe projektin tam 3, që është veç pjesë e pis, Sweet Flower, është me flower krejt diçka shka lidhet me lule, s'di që avoja me gëzush me këtë kohë në fundet, s'vedi as vetë, po do thëtë Sweet Flower janë pjesë edhe fëmija mi, janë refren, ato tash me sjell pas po të zbanë. Me spot dohet, po do të milut pak edhe fëmijët, për me dalë pjesë. Imagjinoje, të mos tash me u bo pjesë e videoklipit. Po, me nëzi, kom shi për me vajza po, do të vajza se ka problem, po djallin është desh pak me... Është shumë interesante, shumë mirë kjo që i ke përfshi, sepse këto projekte janë të ralla dhe mbesin pastaj... Po, i kanë dy kongë që i kanë bet kujtem, që i kom shkru dhe thëtë edhe i kom bo për ta, edhe sa herë të shkoj në YouTube edhe i ndëgjoj kongët, o më bënë më një mirë, se jo më konë për shamullat morë së në këtë në tjasë një hekë që... Po, sa është të sfiduse me i bo këto mix të zhanreve, ta themi kështu në muzikë, se për neve... Nëse flasëm për kombinimin edhe të fëmijës edhe gjithë shkafet. Po edhe kësaj, po edhe të zhanreve që sa po i përmendëm, përfshije këto dhe këto tradicionalën tonë? Nuk është zorë, se ti gjithmonë ke me fut elemente se ti e ki vetë në natyrën tonë, që s'ki qare, po a fut diqka se që aty e ki shpirtin. Këpnoj shqip, është ndryshe, se vjen mesazhi ndryshe, vjen emocioni ndryshe, jo pëse anglishën nuk di me thonë me atë emocion, po thjesht gjua jote, të pret edhe publiku, ma ndryshe edhe në Gjermani, kom pas rastin, kur është kënu ka nga për shamë lasë më je po uj, publiku edhe Gjermani, edhe qka të qovë që ka qenë, e kam prit ndryshe, ju ka dok shumë interesant kanga dhe elemente shumë interesante, edhe ma shumë e kanë që mu po mdogët, kur të kanë dëgju të këndu shqep, se nashta e kanë pa që pe jep emocionin ma shumë, edhe kanë kërku diçka tjetër shë. është risi pa tjetër për ta. Po, me që e përmandëm Gjermanin, unë tregova më herët që ke jetuar për disa vjetë, se nuk jam e sigur të sakt, sa vjetë ke jetu në Gjermani? 5 vite. Sa ka ndiku ndoshta kjo periud në krijimtarin tënde? A ka pas diçka që e ke marrë nga ai vend dhe nga jo kulturë? Mas pare qëtësia, mas ne, sa kom shku në Gjermani, kom fillu mu marrë me spote vetë, se kom po që dhe thëtë duhet gjdo sa me investu, atërë më ka shty në atë rrugë që dhe thëtë nuk mund është marrë sytu me thonë okej, që tash s'po mojë me bo qita ose diçka tjetër, atërë kom fillu vetë. Spoti par ka qenë që kom fillu, as më jebë uj, kom shku në Kroaci me motrën tam, edhe ato më ka inqizu me telefon. Mas asajna dhe thëtë në Gjermani, e kom su dhe gitarën, mos ta me kom su gitarën se marrë më mi dikosh akorde, dhe thëtë për me përcil vetën, a i kongë diçka që s'peni vetën keq kur për ndëgjoj me gitarë. Se kur zonë provat ndimon shumë. Po, më po ndimon shumë, dhe thëtë që ajo është shumë. Mas nej që ajo qëtësia që fola në fillem, ajo më ka ndiku se
Ajo është si fakultet ka qenë. Në ato momente kur ke pas nështë nevoj me full me dikon, nuk e ke gjithë personin aty dhe thëtë, se Gjermania është pak ma eftoft në atë aspekt, qajat ka bu mu këty ka vetja. Qaja më ka ndimu dhe më pëlqan ajo se të ke fundit se cili në momentin e fundit i kthejet vetës. E këtu në Kosovë, më duke që është pak stresi, pak ma një nivel shumë ma të nalt, dhe nuk ka arrin kur me këthi pasyrën ka vetja, për më duke. Dhe rinë momentit e... Ta shojmë sa po të zgjatë kjo qëtësia, Alba. Se di, një arjëm halo. Ta kësha ka për publikum, po me qenë se i përmende pak më herët shumë bashkëpunëtor ishin ndërkombëtar, më trego ishin këto kontaktet me ta i ke gjetë gjatë kohë sa ke qenë edhe në Kosovë, apo janë kontaktet që i ke zhuar atje? Dhe thë gjatë pandemis, unë veç kom uthu në Beograd dhe kom shkoj e kom inqizu albumin e dytë, si që përmenda Free, me Hajden Qishom, a i ka organizu dhe thët bendin atje, sa jeton në Beograd, a i është i Zelandës Rej, po dhe thët jetojke në Beograd, dhe ka qenë saksofonist në të Eda Azarit, dhe thët në koncertin e Eda Azarit, veç e kom taku, edhe ma ndej jë marrë vesh për me bo albumin. Kom u thuta në kohë në pandemi, dhe sa e kom kry. Ma ndej kur kom shku në Gjermani, prap ka qenë Hajden që më kanë dimu me organizu bendin, ku veç më kanë ftu për me pas koncert, për arsye se a i kanë gjoft, edhe ka edhe a i bën performancë, dhe ka performancat ndryshme në Gjermani, se veç ka jetu atje, edhe ma ka gjithë bendin shumë a shpejt, dhe që veç e ka di që qëfar stili më takon ose më shkon pak ma shumë. Sigurisht, po ku po e gjeni inspirimin kohëve të fundit, sepse për ju kanë të autorët nevojitet pak më shumë frëmzem kështu për në herë ndodhë, për shamall një mujdet nuk mund është me shkru kur gjë. Në herë ndodhë, 5 minuta të vynë edhe diçka jenë në atë mund që i ndronë krejt. Po nuk është problem me shkru, ka një nuk din me thonë që ato që të brenë mrana, ose e shkruun, e nuk është taj mesajë që apë dënu e jobë. Nuk është letë ka një herë, nuk është letë me nëzirë të mranë shumë më priteja. Nuk e dhja ku më rri krejt totalisht me thonë. Jo gjdo herë ka storje, gjdo kongë është storja jema ose diçka, gjithmonë mundona mi ka pikat e ndryshme edhe mu bo mu një, si kur unë jam që ajo, po prap se prap gjithmonë prejk diçka për i vetës. Sigurisht. Për me bo mu një ma mirë, ose me pas emocionin që shduhet, du është me prejk paka vetja. Po tani që je këthy në Kosovë, se po e përmenëm disa herë, po... Nashta, përshkoj Më letë me njësë kështu, me prezentu që ka pëtu me nëzirë prej pytjes, është a ke mendu me ju rikëthy, krahas punës që do të kesh, dhe angazhimi që do të kesh edhe me biznes, a ke mendu me ju rikëthy skenës e festivalja, apo edhe mbrëmje muzikore, sepse janë shumë në vendin tonë të edhen tashma? Unë e veç kom qenë në menot, dhe thëtë është hera e 2 e 3 që kom performu. Po, kom fejo akullin, po është e vërtit se nuk pedim publiku, a jam këtu, a jam atje, kështu që kjo intervjist në ashtë dhe veç i informon shumicën. Dhe thëtë kom qenë me natë, ka qenë shumë ambient i mirë për performance live, edhe plus ka qenë bendi live, që për mu është knatësi, kur jemi se cili prezent, e jo vish diqka playback, unë e gjithmonë kom e qenë prezent. Me shef, gjithë. Nëse jam mirë me shnet, gjithmonë, ta është të mos flasim mas bona vetjake, se muzika për mu është si fmi, se kur më thë dikosh do shmi këqyrë fmit, mas pare, mas nej, nuk e logaritin që unë e kom pas muzikën para se me pas fmien. Normal është gjithmonë që kur vjen puna të fmija, ti nuk menon tani të muzika. Po prap se prap, kur jetë vetë, edhe nuk e bën shumë shpesh ato, ose diçka të ndodhë me pas najfar pauze, e shë që si as vetja. E nuk mund është me pun mas nej as për fmit e tu. Kështu që mu më do të mi bo të 3 atë bashkë, ose të 4 atë, se dhe familje të 4 atë bashkë, e mas në biznesi vjen, është këna si që e bëj, se mu më pëlqenjë detajet, unë si që të tregova dhe spotën, ose gjithdo sanë që e bëj, me kondo qofë që kom punu, jam shumë detajiste, ka njerë jam e tepër në do sanë, nashta është e tepërt, po nuk e di mu më duke që detajet kanë shumë nësi, e tregojnë kreta ato që ka... Nuk do me thonë me bujt diqka shumë të madhe ose me shpenzu qatë shumë sa që sa e të regën detaj që apë do me thonë. Pa tjetër. Unë mendoj që është gjë e mirë kur je fokusuar në detaje, sepse kështu e nëzirë gjithmonë më të mirën qoftë nga puna me të tjerët, po edhe nga vetja. Mirë, po afromi dhe i të fundit, Albana, duke mos dash kështu me lonë diqka pa përmend, po du me të pytë cilat janë planet tutje, qka po të pretë. Një për projekteve më të afërta që ndoshta mund të shmendas. Dhe që përmenda që është Sweet Flower, po jam mendime me bo dhe një kongë shqip feres, pasi që e pata mere,
edhe pse gjithmonë unë i kam në albume, kam pjesë të albumit 2 këngë shqip, po masi s'kom arri me inqizua ato dhe mi pas gati, atër po mundona që me përfundu një këngë shqip, që me pas vlet paktën se gjitha 5 këngë janë anglisht, publiku shqiptar, po ka qef edhe pak me një gjuhën e vetë. Edhe nuk është vishë publiku, edhe unë e një vetën maj mirë kur kom sjellë diqka, se nuk du me dalë jashtë identitetit tem. Unë e me knasi edhe me shumë krenari e performaj ku do qoftë gjuhën shqipe. Edhe gjithmonë kam pjesë të albumit, blet pak të në 2-3 këngë, nuk do me thonë me konë këtë albume shqip, se ka pas që më kam po këtë pytje. Qëllimi jam është me konë në mënyrë internacionale, që me kuptu mesazhin që ka përdu me thonë publiko internacional. Për shqip, e kemi publikun tonë, që gjithmonë i sjelle. Pa tjetër, kurse unë veç po të lë hapsin që me ardhë pra pas pak mujve, kur të filloj me ekspresamet, pse jo të presim me këngë të radhës. Tash me kafe. Edhe me kafe, pa tjetër, Albana, shumë të nësi si gjithmonë me të pas edhe në studio edhe me bashkë bisedu, edhe dherën e këtëve se keni gjithmonë të hapër. Shumë faleminderit e donë. Suksese.